Qeni teme mirë, Vidovdani. Dita e shën vidit, ose 28 qershori, që ma shumë se 100 vjetë, është ditë kur shkaktohen hallakomat më të mëdha politike në Ballkan. Edhe hallakomat që ka po shirën jo veç Ballkani, po këtë dynjoja. Këshire, e vërteta e madhe është që betejë ku u vra Sultan Murati, i vetmi sultan i vrarë në betejë, ka ndodhur me 1389, por për një 400 kusur vjet, kjo s'ka qenë as betejë më e famshme as më e rëndësishme e perandorisë osmane edhe ushtrive ballkanike ose aty në evropiane. Kësaj date ju dhanë përmasa mitike dika ka shekulli 19 për shkak të veprave letrare, kurse në shekullin e kaluar kjo datë lidhet me luftrat ballkanike, fillimin e luftës parë botërore, edhe një tubim në fushë Kosovë, se sipas shumë kujt shënoi fillimin e shkatërimit të Jugosllavisë. Kuptohet, kjo është fest kur vizitorë të shumtë nga Serbia vinë në Kosovë për ta vizituar memorialin e betejës së 1389, por si vjet në këtë fest fokusi nuk ishte në Gazimestan, por në Beograd. Pse në Beograd? Çto ju pritësha. Të shtunën atje mbajt 2 protesta. Protesta parë ka qenë tubim masiv, sipas disa dhënave rreth 140.000 veta janë mbledhur, të cilët vazhdojnë të kërkojnë përgjegjësi për tragjedinë e vitit kaluar në Novi Sad, edhe rrjedhimisht jo nga e kundërshtojnë regjimin e Aleksandar Vučićit. Në anën tjetër, një tubim dukshëm i vogël u organizua nga përkrasit e Vučićit pak metra prej sheshit Slavia nga kjo protestë e madhe. Pse ky protest i vogël i përkrasit Vučićit është më interesant? Për shkak të atyre të cilët morën pjesë aty. Përveç presidentit Vučić, mes atyre që kanë marrë pjesë, ishte për shembull Dragoslav Bokan, ish udhëheqësi i grupit parlamentar Belli Orlovi ose Shqiponia të Bardha. Ka qenë Goran Radosavljević Guri, ish generali i policisë, i lidhur me vrasjen e vëllezërve Bytyqi, shtetas amerikan, i cili është me prejardhje, kuptohet, i cili në Kosovë ka shërbyer në vitin 1999, po flasim për vëllezërit Bytyqi, shtetas amerikan, me prejardhje nga Kosova. Po ashtu, në këtë grup, në protestin pro Vučićit kanë qenë edhe ish antar të beretave të kuqe, formacion tashmë i shpërbër për shkak të lidhjeve me vrasjen e kryeministrit serb Zoran Đinđić në vitin 2003. Po flasim për një formacion famkeq, për cilët ka dokumentar e libra e hulumtime që tregojnë se në cilat krime kanë qenë të përfshirë. Në anën tjetër, një politikan opozitor serb atje në X, përpara i kemi thonë Twitter, e shpërndau një fotografi që ishte për një me interesant. Edhe shtroj veç një pyetje, nëse 3 persona që ai kishte fotografu, për të cilat edhe më pas media në gjuhën shqipe kanë raportu që kanë qenë njerëz të përfshirë në sulmin e Banjskës. Po flasim për njerëz të cilët kanë qenë të akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës për terrorizëm edhe krime të rënda kundër rendit kushtetues edhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Media të morën me këtë punë, madje Evropa e lirë arriti edhe me identifiku njërin prej tyre spaku, Vladimir Vučetić nga Mitrovica e Veriut, i cili është një prej 45 të akuzuarve nga zyra e prokurorit të Kosovës. Pra, Serbia është, qysh me thonë, struktura juridike që mas shumë ti i afrohet cilësimit shtet kriminal. Banjska është veç rasti i radhës. Një argtojmë se e ka një alamet hulumtimi që dëshmon që fqin jeton verior jetojnë në shtet kriminal, ose në shtet që në të madhe strehon kriminal edhe udhishet nga përkrast krimit. Në Kosovë, krimi kur nuk e ka pasur në dorë shtetin, pavarësisht qyfteve që lëmotisin partit. Në Kosovë, nëse prishet ose shpërbohet shteti, ka me u prish për shkak të ambicieve jo reale, budallakis ose taktikës keqe. Mirë po me Serbi dallojmë, bile jo që dallojmë, po këtu krahasime s'ka hiç. Kjo është e qartë edhe për një arsye që politikën e Kosovës pikrisht bazu në këto lidhjet politike serbe me krimin, kemi me vazhdu me gjyku prej një standardit dukshëm më të lartë. Mysafir sonte e man